Përpara ishte në emigrim. Ku? Në Itali. Aty morëm një sugjerim nga një italian, mos të rritha shkravi i huj, tha atje dhe thejë në vendin tënë. Kështu, në lindi ideja. Tani jeni të dy vlezëre, po. Ja keni para ajrin është duket, për të sa u kthye të dy edhe po punoni. Puna e bëhet me pasion. Dëshirën e kena vetëm për këtë vend. Fillimisht na kena nisë me 2 kretë, babat tonë na kanë nisë me 2 kretë 92-shin. Na gradualisht kena vazhdu 10, 20, 50, sot jena me 250 kretë. Ku ke qenë në emigrim? Në Itali. Mendoj që orë po vetëm shtëpi se më mirë atje apo? Kam mundur të fillon me pjesë, se e kam shumë me vjetë. Qarë ju në do të shkoj në Shqipni. Antoni merret me trajtimin e thonave. Dhe po ke mirë se apo të kërkona, shiko. Në që ka të kënaqur, s'të kam frikë. Gratë vinë bajnë pastrimin, bajnë mjeljen, dikush merret me thona, dikush me tokat. Jena tonë familja se kanë gjithkush pjesën e vetë punës. Për me bën një fermë kështu duhet gjithmonë me kanë mirë me vëllezërit, edhe me vazhdu tonë bashkë. Se vetëm s'u ta bëjnë kush. Jemi në Trush të Shkodrës, më pret Mondi. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe, si e? Mirë, si e? Mirë. Do më tregosh më shumë për fermën tënde? Po, normalisht se po. Ka 20 vite që e kena njësë si ashtu. Kena përpara ishte në emigrim. Ke qenë përpara në emigrim, para 20 viteve. Ku? Në Itali. Në Torino. Aty morëm një sugjerim nga një italian. Dhe mos të rritha shkravi i huj, tha atje dhe thejë në vendin tënë. Kështu, në lindi ideja, a i të fermer vetë. A kishte ferma i vetë? Sa interesante. Unë të punu përpara në diskotekë atje. Ti s'kishe lidhje me fermën? Ti ishe në Ja, diskotekë? baba jem po. Po, baba po. Po unë më sëndaj vitet, 10 vite, jam marrë vetëm në diskotekë. Dëshirë nuk e kishëm fort për vendet e huja. Është ashtu, jam marrë me tregti viqesh në fillim. Atëherë më ka linë ideja me ba fermë lopësh. Në fillim, merje viqa i shisje këtu. Ja, i vishëm nga Bullgaria, i këm sjellë në Shqipëri. Pastaj the, pse mos ta bëj vetë? Normal. Kështu që nisi. E nisi vetëm? Vetëm më sëndaj po ashtu u këthyja dhe vaj. Se jam martat me vladë, në vëta. A kështu që tani jeni të dy vlezëre? Po. Ja keni para ajrin është duket, për të sa u kthye të dy edhe po punoni. Apo është e vështirë? Si puna e vështirë, po ka i herë, më kuptan, e ka dhe atë pasionin, që puna e bëhet me pasion. Sa ke gjithsej? Në total kam diku afër 500 krejë. 500 ke? Në total. Me lopë, me rimont, me viqa, diku afër 500 krejë. 500 të gjithë. Goxha është, ferme më? Provoj diku afër 8.000 litra qumë së të ndi, Ku i qonë? të Zepa Natural. Edhe të Erzeni, kompania Dhe Erzeni. Erzenin. I furnizon këto dy fabrika. Çfarë lloj lope, se po shikoj që i ke të dyja? Kja është Holstein. Po, është që preferohet më shumë në Shqipëri. Nërsa atje kafja është... Holstein është gjitha, por është Holstein i kuq. Okej. Kjo është më e preferuar. Këto me pasion e kanë gjithë, djalin e kam shkollë të lartë Përsa? për ekonomi, e ka dëshirën me vazhdu këtë punë, edhe me atë idenë për me zgjeru më tepër, po bëjmë planet tjera për zgjerim. Cilat janë planet? Stallë e re? Shtallë e re, mjelje tjetër rroton, Të merrni atë që kushton, po është e mira. o robotët, nuk e di më la. Po jeni duke menduar. Kështu që tani do t'i drejtojeni dhe bankave për pak. Po normalisht. Apo që tani jeni dhe për banka. Me banka kena punu çdo moment. Nuk punoni pa bank. Normal. Me kë bank punoni ju? Me kë bank punoni? Me kredin bank. Me Credit Bank. Domethënë është alatja më e mirë. Për mu po. Super. Kështu që kur do të zhvillohesh, shikon bankën. Dhe kur do të shijosh Nuk e di, ai moment. Dëshirën e kena vetëm për këtë vend. A kupta? Kja është të në rëndësia. Sigur djali im, është vllai, është gjithë familja. Këtu. Tu keni shtëpic, afër punës, i Shtëpia keni. atje, po ndërtojmë 3. Kështu që nuk ja vlejti emigrimi. Për Vetëm mu për jo.
Por për këtë iden atje e more, apo si do qoftë ti Po, këtu dhe normalisht idenë që, një gjë, këtu zhvillimi, në shkatrimin e zaj s'ka kenë, me qëndaj, kapak. Ke frikë tani për biznesin, apo mendon që e ke fut në rrugë dhe s'ke më frikë? Frikë absolutisht. Vetëm dorite? Vetëm për parë në s'ka një tjetër. Vaf mbarë. Punon edhe bashkëshort jam duket. Punoni të gjithë. Gjithë. Konata, vllai, çuni vjen për shkollet, punon çdo ditë 5 orë. Bëjmë një tur bashkë ma trego të gjithën, sepse ke model, nuk është puna që ke vetëm fermën model, po ke model edhe mënyrën se si ju punoni bashkë të gjithë. Kështu që ju lumt, urime, ç'të them tjetër. Gjithë e kanë me dëshirë, jo se ashtu, po tregu më se ndaj, më kuptan. Është që i vështirë, më kuptan. Po, ti të gjithë qumshin ta marrin? Nuk ke probleme. Po për therje, për dorë, për mish, apo vetëm qumësht? Vetëm qumësht. Vetëm qumësht, Vetëm qumësht. Po kena dëshirë me nërtu edhe i ferm tjetër një vend më larë. Për sa? Për Viça më e Mëria. Për Viça? Për Imi Kokë, është po mendoj. Inshallah do ashtu edhe grandet. Vllai duket? Apo jo? Ja, kjo është doktori. Është doktori? Se pa doktor s'ka? Doktori. Do me thënë është doktori duhet jetë pa tjetër. Pa tjetër. Kjo është gjë që kam kuptuar në emisionet që kam bërë. Nevojën për siguri që kemi ne, ju e keni më të madhe. Ju keni shumë nevojë për sigurin, për doktorin, veterinerin, kujdesin dhe kafshë. Doktori e gjama kryesore në këtë vend. Erinija nuk pa dojnë këtë punë. Nuk e donë. Po, është e vështirë, thonë. Si thuaj një gjë ti, si ja ke mbush mendjen djalit që e ke mbajti? Po dion të është dëshira ti e ka me vazhdu këtë punë, që unë të çdo moment, që unë për vetën teme si investoj ma, 0. Unë e ka me dëshirë dhe do arrisëm. Kur e ka aja ashtu, unë e ka më shëndoj normalisht me dëshirë. Prap me Kristianin, normal, nga Kosova në... Po bro, si ja bën si përfundim? Si ja bëj, pjesërisht këtej, pjesërisht andej. Pjesërisht andej, po që unë jam në shkollë, jam rritur si profesionist, do me thënë, sa kam dalë nga pangat të shkollës që kam fillu punë ka Austria Premix, zona ime që më veriu. Unë këtu jam rrit profesionalisht... A, në veri kryesisht? Në veri kryesisht në Shkodër. Te kjo zonë, se kjo zonë ka shumë ferma që i kemi miq tanë, edhe që bashkëpunojnë me ne që kohë gjatë, edhe një nga fermat kryesore ka qenë patjetër ferma Gjëndrekaj, Mondi, Fredi, se janë dy vëllezër që shumë histori interesante, punojnë bashkë, kanë nisë me këtë fermën që është tu në kratë tonë, edhe tashi janë ku janë, falë punës tyre, falë mbështetjes bashkëpunëtorëve e gjithë, ndër vite edhe ata ja ku janë. Ndërkohë, ku qëndron, ku është fokusi juaj, dhe më thënë për ta marrë një fermë në pozicionin që është, pozitën që është, dhe për ta sjellë më shumë litra qumësh, më shumë sasi, më shumë cilësi, dhe më thënë, ku është fokusi? Austria Premix është një kompani që përfaqëson në Shqipëri një eksperiencë austriake kryesisht, kompanive që ne kemi bashkëpunim në Austri, Gjermani dhe jo vetëm, gjithë Evropën, po kryesisht austriake, dhe ne zakonisht në momentin e parë që ne kemi kontakt me një fermë të re që do të zhvillohet, ne kemi bëjmë prezentimin, i prezentojmë çfarë përfaqësojmë që zakonisht ne nga fillim, nga hyrja e fermës edhe deri në fund kemi arredimin e stallave, ne kemi smart farming, pjesën e çipave që ne instalojmë për lopët që ti mund bësh kontrollin korale, online të secilës kafshë individualisht. Pastaj me analizat e ushqimit voluminoz të koncentratit dhe më pas përpilimin e recetave dhe ndjekjen të hap mbas hapi të tufës, që ata të kenë patjetër prodhim maksimal me koste të verdishme edhe me shëndet mirë kafshëve patjetër sepse ajo është më e rëndësishme. Është e lehtë të mbash një fermë, sepse duket kur e shikon ne vemi aty ikim këtu në rregull sa bukur ikëm, për ta është e vështirë. Në fakt, sipas një profesionisti, si është të shëndetshme? Nuk është e thjeshtë. Do me thënë, ferma është menaxhim. Nëse ti menaxhon siç duhet resurset që ke në dorë, tokat, fillimisht, sepse patjetër pa lëndë bazë ushqimore ti nuk mund ngresh dot fermë. Është totalisht menaxhim, menaxhimin e tufës, një veterineri mirë stall,
një menaxhim adekuat, patjetër që i çon përpara ferma. Ndërkohë me ty është Thomas sot, është austriak, Thomas është përfaqësues në Shqipëri. Një nga përfaqësuesit e Austria Premix, është lidhja jonë me Austrinë, me Schaumannën atij që është kompani ekskluzive që ne kemi dhe përfaqësojmë në Shqipëri që 20 vite. I think this farm is an example what you can do if you're inventing and if you're strong in your mind and give your ideas a chance. Look at what he's building in these few years. I think it's an amazing story what he's building here. Is the first time in Albania? It's I think the sixth, seventh time, I don't know. Usually I come each 2 months. Each 2 months, yeah. 1 month my father and 1 month me and myself. Yeah, and I think it's a wonderful land here. I like it. It's so beautiful work with animals. They have their own character, their own habits, and it's wonderful to work with them. Just give it a chance, try it, and you will see it's wonderful. I think it's very nice, and one of our company shareholders is gone from Austria to Albania because he's thinking Albania is so much growing and so much work to do. So I think it's wonderful to stay in Albania. Okay, thank you very much, Thomas. Thank you. Për ta mbyllur këtë episod, vi në Barbullush në fermën Shelqeta, ka 3 vëllezër që mbajnë lopët dhe kanë ndarë detyrat. Po takoj 2 prej tyre, po shikoj. Mirë se u gjej. Mirë se erdhe. Si jeni? Përshëndetje, si jeni? Vllai i tretë s'është, ë? Jo, këto. Janë ndarë punët. Ku është ai sot? Ai sot në një trajnim. Ku është? Një trajnim për inseminimet. Në trajnim për inseminimin, sepse në fakt ai me çfarë merret? Ai merr menaxhimin e fermës, me inseminimet, edhe bën ushqimin, përgatit ushqimin. Ushqimin. Kuzhinieri i fermës. Ju merreni me tamam kuzhinieri i fermës. Antoni merr me trajtimin e thunave. E thundrave. E thundrave, është shumë i specializuar shumë mirë. Është një mjeshtrat më të mirë për trajtimin. Çfarë do të thonë trajtimi i thundrës? Për prejen, pastrimin. Mirëmajtjen e. Ke pas ditë dikur ta bëj këtë që si e mësove? Po si e mësove ta bësh? Me anë Gizit. Ai e trajnuar i kanë nga trajnuar Gizi? në Gjermani, në Holland, me mjeshtrat më të mirë të Europës. Wow. Sa dash një më i mirë në Dhe Shqipëri. bëke mirë se apo të kërkone, shiko. Në që ka të kënaqur, s'të kam frikë, si s'kam frikë Antoni sa veterinere. dash një në më të mirë për trajtimin e Që i thunave. bie ti nuk punon vetëm fermën tënde, shkon dhe ferma tjera. Ka filluar te fermat e vetë. Ke filluar. Ndërsa vllai tjetër Kurse unë merr me mieljen, me punë të brendshme të me fermës. punë të brendshme. Me Kur e tokat. nisët këtë fermë? Fillimisht na kena nisë me 2 krejt. Baba tonë na ka nisë me 2 krejt 92-shin. Jo. Na gradualisht kena vazhdu 10, 20, 50, sa djena me 250 krejt. 250 në total, të gjitha nuk janë vetëm këtu, kam përshtypjen një nxirrin edhe jashtë Janë atje. ke pjesa këto, i lëgjerëm jashtë andaj, kena pjesën e mushtjera, Janë se kena vështirë. për mashtim, Aha. viqet femna, Wow. Kështu që jeni zgjeruar në maksimum. Po tokat këtu, këto kena Afër. toka me qira, me qiraj, merrni ju të gjitha. Po. Që ju duhen për ushqimin, ju për duhen ushqimin, po. Bojmë bazën ushqimore. emigracion ndonjëherë? Vllai ka kanë 2 vjet, vllai tjetër, edhe i ka bë 2-3 vjet, Po ti? kurse unë s'kam lëviz kam ndaj. Ti lëvizet, të prisje të ktheheshin ata. Ku ke qenë në emigrim? Në Itali. Në Itali. Çfarë punë bëre? Gjermani kena po muj. Në Itali kena punu farkuat ndërtim, farkuat edhe në kuzhinë. Pitel. Atë farë kohë që punoj në kuzhinë, mendoj që orë po vetëm në shtëpi se jam më mirë atje E apo. kam mundur të fillon me pjesë. Se e kam shumë me vjetë, çfarë ju nuk do të shkoj në Shqipëri. Kur mbaronte të më thën puna dhe shkoj të flije, thoshe do kthehem këtu. kthehem në Shqipëri. Po tani që e kthyer këtu, kjo është ajo që ti doje të bëje? Kjo është ëndra jote. Diet mirë. E bëjmë me tjetër. E bën me qef. Edhe Unë çdo ti Edhe ngere duke qëllimi i i folur. ikjes, si kanë bën atje, kanë ikë me qëllim me fitu pak lek më ardhe me i hell këtu. Që të Se blihesh. fillimet kanë shumë vështira.
Po pra me 2, normalisht keni njësë vetëm me 2, shumë e vështirë duhet këtë qenë. Babai donte, ty mbante, kjo ishte... Vete, po në qëllimi ka keni të ne. Na e vazhdu me punin e të ne. A i thoshte që të mbajmë lopë, Bajmë një fermë. të bëjmë një fermë. Kjo është ëndra e babai. Po. Ëndra jote cila është tani? Na e vazhdu. Me vazhdo ëndra e babai. me zgjeru. Edhe me zgjeru. Po, shumë Në qa pike jeni tani? Sa të mira janë, sa të Sot mira. kena rreth 120 kërë mjelje, kena 3500 litra qumsht, Kuj qone? punojmë në zepe natural, Në zepe. bashkëpunimi është shumë i mirë. Mendoj me zgjenu fermën vitin e arshëm. Që të bëni, do shtojnë stallën? Po, apo? mendoj me zgjenu me shtu një stall, e me shku rreth 300 kërë mjelje, me shku rreth 10 tënë qumsht në ditë. Kjo është planifikimi si kena për në të ardhmen. Do thënë, e keni tashma, e dini çfarë do bëni? E kena rrugën. E keni rrugën, e keni dhe planin. Presum sa me ecë, se me Ndërsa zbatu. vllai që kujdeset për inseminimin në fermë, ai vazhdon trajnohet, Ai vazhdon po trajnohet fokusi është për fermën tuaj. për fermën tonë. Edhe Antoni vetëm për fermën tonë, edhe ai për fermën. Me fjalë, Në fund, kur të rriteni shumë, do ndajeni apo do vazhdoni bashkë? vetëm bashkë. Ferma nuk bëhet vetëm. Sa mirë. Ferma bëhet bashkë. Është E, një po, punë mirë, atë- shumë e lodhshme, shumë e lirë. Jetë 365 ditë në bonë, nuk ka orar. Për me bën një fermë kështu duhet gjithmonë me kanë mirë me vëllezërit, edhe me vazhdu tanë bashkë. Se Po, vetëm s'mund ta bëjnë kush. Gratë, fëmijët, kujdesan janë përfshirë apo? Gratë vinë bëjnë pastrimin, bëjnë mjeljen, dikush merret me thuna, dikush me tokat, janë ato në familja që kanë gjithkush pjesën e vet punës. Edhe për të banuar, banoni këtu afër? Këto afër. Sa mirë, ju vaftë të mbarë. Shumë faleminderit. Po e mbyll këtë episod me një histori të bukur të 3 vëllezërve që kanë vazhduar ëndrrën e prindërve edhe me sa duket do ja trashëgojnë dhe fëmijëve këtë ëndër, të ruajnë, të vazhdojnë këtë fermë, ta zgjerojnë në vendin e tyre, në tokën e tyre, pa ikur, pa e lënë. Ju vaftë mbarë. Shumë faleminderit. Vetëm të mira. Shumë faleminderit. Ju pafshim.